Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga kapslloku, këto ushqime do ju shpëtojnë menjëherë më mirë se ilaçet. Një nga problemet më të zakonshme e cila shpesh na befason është problemi me jashtëqitjen. Në vijim ne do t'ju paraqesim disa ilaçe shtëpiake për të luftuar kapsllokun. Soda e bukës. Soda e bukës mund të përdoret në mënyra të ndryshme. Është një nga ilaçet shtëpiake më të përdorura në shtëpi dhe gjithashtu ndihmon të liroheni nga kapsloku dhe dhimbjet e barkut, pasi përmban karbonate, inkurajon edhe largimin e ajrit nga trupi, që është mënyra më e mirë për të lehtësuar nga presioni dhe dhimbjet, po ashtu ekuilibron edhe nivelin e pH-it në trup. Aloe vera. Jo vetëm nëse jeni prerë diku apo keni djegur lëkurën, aloe vera gjithashtu është një ilaç shtëpiak edhe për barkun tuaj. Gjithashtu, gjeli i pastër nga bima shëruese aloe vera duhet të përzdihet me lëngjet nga fruta dhe pijet e tjera të mëngjesit dhe në këtë mënyrë stomaku juaj do të jetë edhe më i sigurt. Vaj i farave të lirit. Gjithashtu, vaj nga farat e lirit vepron si një mbështjellës ose një pallto për linjat e murit të stomakut dhe ndikon pozitivisht edhe tek jashtëqitja juaj. Nga ana tjetër, si rezultati kësaj përmirësohet puna e zorrëve. Vaj nga farat e lirit munden edhe të përzihen me lëngun nga portokalli dhe nuk do të kenë më të lashëm me kapsllokun. Kafeina. Po ashtu edhe kafeina vepron si një stimulues për stomakun tuaj. Kafeina gjithashtu ndikon që të urinoni disa herë, kjo për faktin se është një diuretik. Po edhe këtu duhet të keni kujdes me sasinë, sepse konsumimi i tepërt i kafes ju bën ju që të jeni të dehidruar dhe dehidrimi do të thotë kapsllok. Limoni. Lëngu i agrumeve është një stimulues i hatashëm për sistemin tretës, është një përbërës mjaft i mirë i cili ndihmon në largimin apo hedhjen jashtë të helmeve të grumbulluara në trup dhe në organizëm, si edhe materiale të tjera të patretura që janë të ndërtuara në përmuret e zorrëve. Vaj i ullirit. Vaj i ullirit edhe këtu ndihmon. Ky lloj i vajit nga ana tjetër ndikon në lëvizjen e gjërave në zorr. Cilësia dhe kualiteti i vajit të ullirit e shndërrojnë këtë lloj të vajit në një ikon kundër kapsllokut si ilaç shtëpiak. Këtu ne do t'ju tregojmë edhe recetën e shurupit natyral, i cili është përdorur prej mijëra vitesh kundër kapsllokut. Edhe konsumimi i ushqimeve të pasura me fibra është kyçe. Kapsllokku është një nga problemet më të zakonshme tretëse. Shkaktohet nga ndryshimet në shprehjet e zorrëve që e vështirëson hedhjen jashtë të mbetjeve. Nga ana tjetër, poshtë lasheve me zorrët, kapsllokku nxit edhe dhimbje abdominale, gazra dhe ndjenjë të përgjithshme të parehatisë dhe si pasojë e kësaj, fal helmeve të cilat mbesin në zorr, shkaktohen komplikime që kanë nevojë për vëmendje mjekësore. Konsumimi i shurupit natyral është një ilaç natyral kundër kapsllokut dhe ndihmon edhe në nxitjen e lëvizjes së zorrëve, duke e bërë më të lehtë jashtëqitjen e thatë dhe të vështirë. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se ajo përgatitet edhe duke përzier kumbullat me lëngun e limonit, dy përbërës të cilët janë tepër të fuqishëm me fibra dhe po ashtu kanë efekte anti-inflamatore. Për vite rresht, kumbullat janë përdorur edhe si një ilaç më i njohur dhe zgjidhjet më të mira kundër kapsllokut dhe ilaç për tretjen e ngadalshme. Jo vetëm se promovojnë lëvizjen e zorrëve, por gjithashtu ato reduktojnë edhe inflamacionet dhe gjithashtu acidet në përzorë.
Posedojnë edhe sasi të madhe fibre nutrient që jashtëqitjes I japin volum dhe e bëjnë më të lehtë kalimin në përzor. Janë një ushqim probiotik I cili përdoret si derivat. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 10 kumbulla lëngun e një limoni, gjysmën e gotës me ujë, 100 ml, blender, kavanoz me kapak. Përgatitja: shtoni aty kumbullat në blender dhe më pas shtoni dhe lëngun e limonit dhe gjysmë gote me ujë. Procedoni përbërësit për 2 ose 3 minuta për t'i siguruar se janë përzierë mirë. Kur përmbajtja është e butë dhe e trash, e ruani në kavanoz ose e ruani në frigorifer. Si ta konsumoni? Në qoftë se rregullisht të vuani nga kapslloku, konsumoni 3 lugë shurup kafjalli, 3 lugë në drekë dhe gjithashtu 2 lugë pasdite. Nëse gjendja juaj është kronike, atëherë duhet që të konsumoni doza më të larta. Për të parandaluar kapslokun, merrni 2 ose 3 lugë në ditë. Gjithashtu, ju duhet që të konsumoni mollë. Një mollë në ditë thuhet se e mban larg doktorin dhe kjo nuk është mendim I rastësishëm. Fruti I cili ju jep 4 gram fibra dhe ndihmon zorrët tuaja të lëvizin në baza ditore. Mollët gjithashtu përmbajnë edhe pektin, e cila është një fibër e tretshme e njohur edhe për vetitë e saj laksative. Në një studim, ju duhet të keni parasysh se 80 pjesëmarrës morën suplemente pektine dhe rezultatet ishin spektakolare pas 4 javësh. Pra, hani mollët tuaja të thjeshta së bashku me kostin, tërshërën, sallatën me fruta dhe çdo mënyrë tjetër geniale që ju mund ta mendoni. Kivi. Fruti është I njohur për veprimin e tij kundër kapsllokut, stimulon gjithashtu sistemin tretës dhe nga ana tjetër përshpejton edhe lëvizjen e zorrëve. Në një studim të mëparshëm të pjesëmarrësve të cilët u ndanë në kapsllok dhe jo kapsllok, u vure se kishte rezultate pozitive në të gjithë trupin. Pra, një smoothie me kivi do të ishte një lehtësim dhe gjithashtu freski për gjatë gjithë verës. Fiqt dhe lam të mirë kapsllokut. Fiqt e thatë në veçanti ju japin akoma dhe më shumë fibra. Mendoni se gjysma e filxhanit është e barabartë me 30% të nevojave tuaja ditore për fibra. Në një studim të 40 vullnetarëve, u zbulua se fiqt përmirësuan strukturën e jashtëqitjes dhe reduktuan ndjeshëm ngërçet e barkut të shkaktuara nga kapsllëku. Thjerëzat, ju e dini që shumica e bishtajoreve ndihmojnë gjithashtu shumë në lëvizjen e zorrëve. Përveç marrjes së shumë fibrave, thjerëzat rrisin prodhimin e acidit butyrik, I cili rrit lëvizjen e sistemit tretës dhe gjithashtu në verë ju do t'i hani më lehtë në sallata të freskëta me perime. Patate e ëmbël. Ju tashmë keni arsye të mjaftueshme për të ngrënë patate të ëmbla, por tani ju zbuloni se ato ju ndihmojnë edhe që ju të vizitoni tualetin më shpesh. Ato kanë aq shumë fibra sa që nuk mund t'i përfshini në receta të ndryshme dhe t'i zëvendësoni ato me patate klasike. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos I përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse I keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.